prerjen e bashkëpunimit me mazhorancën, sot nga Tirana, raporteri Andres Shider për Shqipërinë në Parlamentin Evropian ka deklaruar se ne mendojmë që ka ardhur koha tashme që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap përpara të mos dramatizohet gjithçka, të mos fillohet me koktejle molotovësh, por të luftohet fort me argumente të forta në skenën politike aty ku duhet. Kjo vlen edhe për opozitën edhe për qeverinë. Ju si opozitë, si e merrni këtë mesazh? Zoti Shider është një parlamentar europian, raporter për Shqipërinë i Parlamentit Evropian, dhe në këtë kontekst është një zotëri i nderuar dhe i respektuar. Mendoj se shqiptarët pristin prej tij dhe presin jo vetëm prej tij, por presin nga Brukseli. Kërkesen për të mbrojtur standardin europian, i cili standard edhe 12-13 vite më parë në këtë vend detyronte ministrat për koincidencë dhe zëvendës kryeministrin që kërkohej nga prokuroria e imunitetit të dorëzonin imunitetin para se të votonte parlamenti, të dorëzonin imunitetin. Para se të dorëzonte parlamentin. Zoti Shider, për fat të keq, as dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato, madje zoti Gonzato pak më thellë se zoti Shider, por nuk e kërkuan këtë. Dorëheqja, heqja dorë nga imuniteti dhe dorëheqja nga detyra, kur drejtësia kërkon ndjekje penale dhe heqje imuniteti, është në radhë të parë jo vetëm një standard kushtetues, si në Austri, edhe në Shqipëri, edhe në Itali dhe kudo, por është parazgjithash një standard etik moral shumë i rëndësishëm. Kjo është përndryshe, thash dhe një herë, ajo është një reporter që ka tagrin e paraqitjes së realitetit siç është në Bruksel, ndonë se theksoj se grupi popullor ka dhe ai reporteri në hije për Shqipërinë dhe pritet që dhe ai të vinë në Shqipëri. Po mirë është që tek shteti ligjor dhe kushtetuta të mos kemi dallime popullor dhe socialist, po të jemi një lloj. Faleminderit.